Plumba trondisin Francën, 2 të vdekur dhe 3 në gjendje kritike. Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar të hënën në qytetin Nice në Francë, vetëm 3 ditë pas 2 incidenteve të tjera të ngjashme që kishin tronditur zonën. Ngjarja e fundit ka rritur ndjeshëm shqetësimin për sigurinë në qytet. Sipas zyrës së prokurorit lokal, një sulm i armatosur ka ndodhur në pjesën perëndimore të qytetit, ku personat armatosur kanë hapur zjarr në një zonë të banuar. Sipas sulmit, të paktën 2 persona kanë humbur jetën, ndërsa 3 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Autoritetet kanë konfirmuar se 3 nga të plagosurit ndodhen në gjendje kritike, ndërsa 3 të tjerë kanë marrë lëndime më të lehta. Sipas raportimeve të mediave franceze, 2 persona që ndodheshin brenda një automjeti kanë hapur zjarr në një shesh qendror të lagjes, përpara se të largoheshin me shpejtësi nga vendngjarja. Policia ka nisur me një retimin për identifikimin dhe kapjen e autorëve, ndërsa zona është rrethuar për të mbledhur prova. Reagime të menjëhershme kanë ardhur nga kryetari i bashkisë, i cili e ka cilësuar ngjarjen si një sulm të armatosur të tmerrshëm, duke theksuar nevojën për forcim të masave të sigurisë në qytet. Ngjarja e fundit vjen në një klim tensioni të shtuar, duke ngritur pyetje mbi rritjen e dhunës me armë në disa zona urbane të Francës dhe nevojën për ndërhyrje më të forta nga autoritetet.